Nëse mendon se Islami erdhi në Ballkan vetëm me luftë, atëherë po të mungon gjysma e historisë, sepse e vërteta është shumë më komplekse dhe shumë më interesante. Ballkani është një nga rajonet më të përzjera në botë. Fe, kultura dhe gjuhë të ndryshme bashkëjetojnë prej shekujsh. Por një nga pyetjet më të mëdha është si arriti Islami këtu? A ishte imponim, a ishte zgjedhje, apo diçka në mes? Para se të vinin ushtrit osmane, kontakti i parë me Islamin kishte filluar shumë më herët. Tregtar musliman udhëtonin nëpër rrugët tregtare të Evropës juglindore, jo si pushtues, por si njerëz të zakonshëm. Ata sollën me vete jo vetëm mallra, por edhe ide, besim dhe një mënyrë tjetër jetese. Gjithçka ndryshoi me ardhjen e perandorisë osmane. Nga shekulli 14, osmanët filluan të zgjerohen në Ballkan. Pas betejave të mëdha, si ajo e Kosovës në vitin 1389, ra edhe rezistenca kryesore. Por një gjë që shumë njerëz nuk e dinë është se konvertimi nuk ishte gjithmonë me forcë. Në vend të kësaj, muslimanët kishin disa privilegje, si më pak taksa, mundësi më të mira në administrat dhe një status më të lartë shoqëror. Dhe shumë njerëz, gradualisht, zgjodhën vetë të konvertohen. Një rol shumë të madh luajti edhe sufizmi, një formë më shpirtërore e Islamit. Dervishët nuk predikonin me forcë, por me shembull, me thjeshtësi